Në laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore pranë Universitetit të Tetovës u promovua pajisja për detektim të pesticideve në ushqime që konsumojmë çdo ditë. Kjo pajisje u bë donacion nga Ministria e Bujqësisë në kuadër të programit për zhvillim rural, ndërsa e njëjta kushtoi 12 milion denar. Rektori Jusuf Zejneli theksoi se ky është një investim i rëndësishëm për studentët e të gjitha niveleve, duke u mundësuar atyre zhvillim të punës në praktik dhe kërkimeve shkencore, si dhe forcimin e bashkëpunimit me industrinë dhe kontributin në cilësinë e ushqimit. Është një investim mjaft i rëndësishëm për studentët tanë, sikurse ata në studimet themelore të magjistraturës, të doktoraturës, për arsye se kanë mundësi ulëmtimet e tyre shkencore, pjesën praktike ta zhvillojnë në këtë laborator dhe mbi gjitha edhe një urë lidhëse me kompani do të kësaj sfere dhe mbi gjitha bashkë me dekanin, stafin, do të kemi mundësi që të japim një kontribut tonë në kontrollin e cilësisë së ushqimit. Ministri i Bujqësisë Svetan Tripunovski deklaroi se pajisja reflekton përkushtimin ndaj mbrojtjes së shëndetit të konsumatorëve dhe ofron mbështetje si për kompanitë që kërkojnë analiza, ashtu edhe për universitetin dhe studentët. Ova oprema košto će biti upotrebena vo delot na proverka i bezbednost na reziduet pesticidi vo hrani i ostanati proizvodi. Kjo aparatur që do të shfrytëzohet për detektimin e pesticideve në ushqim dhe prodhimet e tilla është edhe një tregues se kujdesi ndaj shëndetit të qytetarëve dhe të konsumatorëve është në një nivel të lartë. Kjo mbështetje do të thotë qasje me përgjegjësi jo vetëm ndaj kompanive që do të kenë nevojë për testime të këtilla, por në mënyrë plotësuese edhe ndaj universitetit dhe vetë studentët do të mund këto pajisje të shfrytëzojnë për arsye shkencore. Zëvendës ministri Alberim Hoxha nënvitsoi se ky investim prej rreth 200.000 eurosh është një hap konkret për forcimin e sektorit agro-ushqimor, duke mbuluar plotësisht kostot për modernizimin e infrastrukturës laboratorike. Sot që shënojmë një hap konkret në forcimin e sektorit agro-ushqimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes bashkëpunimit me Universitetin e Tetovës. Bëhet fjalë për një investim për rreth 200.000 eurosh apo 12 milion denarësh përmes programit për zhvillim rural, masa 1 konkretisht mbështetje teknike në bujqësi dhe zhvillim rural, e cila mbështet dhe mbulon 100% të kostove për modernizimin e infrastrukturës laboratorike. Projekti përfshin furnizimin dhe funksionalizimin e pajisjeve moderne për detektimin e pesticideve. Dekani i Fakultetit të Bujqësisë pranë Universitetit të Tetovës, Gafur Xhabiri, u shpreh i kënaqur me realizimin e projektit, duke theksuar se pajisja do të shërbejë veçanërisht për analizat e metaleve të rënda dhe kërkime të avancuara. Neve si Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqimit jemi jashtëzakonisht të kënaqur nga realizimi i këtij projekti. Bëhet fjalë për ICP MS të realizuar me Ministrinë e Bujqësisë, Shpërndarjes dhe Ekonomizimin e Ujrave. I falenderit ministrit të pranishëm, gospodino Tripunovski, zëvendësministrit Alberim Hoxha dhe nuk do të harrojmë edhe koordinatorën në suazat të qeverisë, e cila gjithashtu ka qenë pranë nesh. Por neve do të jetë jashtëzakonisht në interes për analizat që do të kryejmë për metalet e rënda. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës laboratorike dhe forcimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve akademike dhe sektorit agro-ushqimor, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit në vend.